Duke pushtuar Irakun, ish presidenti amerikan George Bush dhe ish kryemisi britanik Tony Blair shkaktuan një katastrofë. Ajo çoi në luftë civile, qindra mijëra të vdekur, shkatrimin e së drejtës ndërkombëtare dhe triliona dollar të humbura. Sot shënohet për vitorin 23 i rënies së Bagdadit dhe bota po dëshmon të njëjtën çmenduri, gjakderdhje dhe tmerr, këtë herë në drejtimin e një presidenti tjetër amerikan, Donald Trump. Në aventurën e tij me Iranin, Trump natyrisht gëzon mbështetjen e Blairit, i cili ka kritikuar kryeministrin britanik Keir Starmer për mungesë mbështetjeje më të fortë ndaj aleatëve britanik në Washington. Por Blair, një luftë-nxitës, tashmë është tërhequr nga politika aktive. Aleati kryesor i Trumpit në krizën me Iranin është kryemisi izraelit Benjamin Netanyahu. 23 vite më parë, Netanyahu, atëherë politikan në opozit, ishte një nga mbështetësit më të fortë të sulmit ndaj Irakut, shkruan Peter Osborne, gazetar dhe opinionist britanik. Të mërkurën në atë që duke si një përpjekje e qartë për sabotuar marrëveshjen e arpushimit me Iranin të ndërmjetësuar nga Pakistani, Netanyahu lishoi një bombardim shkatrues mbi kryeqytetin e Libanit, Beirutin, duke vrarë më shumë se 250 persona dhe duke plagosur shumë të tjerë. Lufta e Irakut synoi të sillte paqen në lindjen e mesme. Sot ajo mund të kuptohet si fillimi i një serie të pafund ndërhyrjesh të përgjakshme perëndimore ose të mbështetura nga perëndimi, nga Libani te provinca Helmand në Afganistan, te Libia, Jemeni dhe Gaza dhe tani Irani. Sipas Osborne, lufta në Sudan, ku perëndimi refuzon të kritikojë aleatin e tij të preferuar, Emiratet e Bashkuara Arabe, për mbështetjen e forcave të mbështetjes së shpejtë, gjithashtu mund të futet në këtë kategori. Të gjitha janë katastrofike, e disa gjenocidale. Të gjitha të formësuara nga një analizë thelbësisht raciste, ku jetët e njerëzve me ngjyrë vlerësohen shumë më pak se jetët e perëndimorëve, shkruan Osborne. Secila nga këto luftra ka karakteristikat e veta, por në një kontekst më të gjerë mund të shihen si një luftë kolektive zhvilluar nga SBA dhe aleatët e saj kundër kujdo që refuzon dominimin e tyre. Sulmi Trump-Netanyahu ndaj Iranit, ashtu si pushtimi Bush-Blair ndaj Irakut, konsiderohet një luftë agresioni. Meqë sulmi ndaj Iranit nuk u autorizuan nga Kombet e Bashkuara dhe Irani nuk përbënte një kërcënim të menjëhershëm, SBA dhe Izraeli kanë kryer së bashku atë që në të drejtën ndërkombëtare konsiderohet akt agresioni. Ky u përkufizua në gjyqjet e Nurembergut si krimi më i lartë ndërkombëtar që dallon nga krimet e tjera të luftës vetëm në faktin se përmban brenda vetes gjithë të keqen e grumbulluar. Paralelizmat mes Irakut dhe Iranit janë të shumta. Për Iranin, Daily Mail përdori të njëjtin lloj justifikimi të rrem për luftë që u përdor nga Blair dhe ekipi i tij para pushtimit të Irakut 23 vite më parë. Mullahët e çmendur të Teheranit mund të lëshojnë dron shahid mbi qytetet britanike, shkruan të një titull. Nuk është çudi që Richard Derlov, ish shefi MI6 që ofroi informacionet e rreme për armët e shkatrimit në mas në Irak, të kërkoi tani mbështetje të plot për luftën ndaj Iranit. Të dyja luftrat janë përforcuar nga media kryesore bashkëfajtore. Sunday Times, një gazetë që pretendohet serioze në Britani, deklaroi se fushata e bombardimeve duhet të ketë sukses dhe mbështeti luftën. Shumë media kanë heshtur ose injoruar krimet e SBA-s dhe Izraelit, shkruan Osborne. Sipas Osborne, të dy liderët, Trump dhe Netanyahu, duhet të përballen me drejtësinë në Hag për krime lufte. Edhe Blair duhet të ishte aty, dhe nëse bota do të kishte ndëshkuar atë dhe Bushin për luftën e paligjshme në Irak 23 vite më parë, ndoshta sot nuk do të ishim në këtë situatë.